A është e vërtetë se Aisha radiallahu anha është martuar me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam 9 vjeçare, edhe me këshirë me logjik 40 vjet me 9 vjet nuk shkon, Allah i na rujt. Zban me këshirë këtë punë me logjik, duhesh me këshirë më spari me sheriat. Se logjika ime dhe jo që shpeshherë mikët dhe prishët, ndërsa në atë zaman dhe në atë kohë ka qenë normale. Qa e mërmenja? A ka dhe një babë që dallon me gjalin e vetë dhe vetëm 10 vetë. Baba ma plak se gjali 10 vetë. A ka? A ka dhe një? A dini? Baba ma i plak se gjali 10 vetë. E unë po jo të regoj për një. Amr ibn Asi ma i plak se Abdullah ibn Amr ibn Asi gjali vetë 10 vetë. Veç 10 vetë. Apo 11 si pas disa djetarë. Pra ka qenë normal. 2. Aisha radiallahu anha para se të martohet me pejgamberin e Allahut ka qenë e fejuar me Jubair ibn Mut'im. A e dini këtë? Nëse dim këtë, a më dim shumë sen të futbollit. Për këtë arsye Aisha radiallahu anha kur ka qenë e fejuar me Jubair ibn Mut'imin dhe Jubairi ka pas më shumë se 40 vite ma plak se ajo. Pra disen të ka qenë e zakonshme normal. Nëse i referohem historisë së bretave të Evropës, gjithashtu ka plot prej atinve të cilët janë martu me vajza të cilat nuk i kanë të i kalu më shumë se 12 apo 13 vit. Dhe përpara ka qenë zakon që vajzat më martu herët. Tash koha internetit, koha Facebookut, koha e fakultetit, për këtë arsye vajzat i mojnë 40 vete lasën martohet, apo si martohet. Përpara ka qenë zakon e din pleqt, se vajza nëse i ka mush bile 18 vet, 20 vjet, a konsideru e vjetër me të pa martes. Dërsa tash njerë fakultetin, bile du master, e pastaj doktor, e pastaj të akshohemi të planifikojmë, të mendojmë, apo bashkjetojmë, apo po martohemi. Dhe kjo bashkjetesa e përëndimin. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ka vepru dhe një vepër që sakon e zakonshme, sikur që pejgamberi Allahut më ta kishte vepru këtë vepër jo të zakonshme, të parë që ta sulmojshin ishin armiqt më të bërbetuar të pejgamberit Allahut, siç ka qenë atë zaman. Mirë po, ka qenë zakonshme që vajza mu martu pasi të hijen moshën madhore. Për këtë arsye dhe një punim shkencor Amerikan, se këna qenë me një emrin Amerikan, na? Një punim shkencor Amerikan thotë raca e bardhë të gjinia femërore mund të hinë moshën madhore prej 7 vet deri në 8 vet, raca e zezë prej 6 vjet. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është martu në atë periudhë dhe në atë kohë kur Allahu azza wa jalla ka propozu. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Aishën e kanë pa deri në ëndër. Kanë ardhur melekët, ma kanë shpalosën çarshafin dhe në fytyrën e Aishës e kanë pa diherë dhe është propozu prej anës Allahut. E hikmeti dhe urtësia anse, ajo që është e re mon men më shumë. Për këtë arsye pejgamberi Allahut një ndër hikmetet dhe urtësitë që e ka martu Aishën në këtë moshë, për çka se na ka transmetu thuajse gjisa e dinit. Është transmetu nga Aishë. 6 vjet është feju, 3 vjet e ka prit. Në moshën 9 vjeçare është martu, pse e ka prit? Për çka se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka prit që të jetë e pjekur dhe mundër për martesë. Dhe ajo ka jetu me pejgamberin e Allahut vetëm 9 vite. Në moshën 18 vjeçare. Kur ka pas Aisha ka vdek pejgamberi Allahut 40 vite pas pejgamberit Allahut na ka tregu din. Për ata më e ditura nga shokët e pejgamberit Allahut pas Ebu Bekrit ka qenë Aisha. Aisha radiallahu anha, i ka qenë hikmeti dhe urtësia, mirë po armiqt Allahut kanë për qëllim të sulmojnë pejgamberin Allahut se ka qenë njeri e psharak. Pejgamberi Allahut me pas qenë njeri e psharak nuk e kishte martu Hatixhen në moshën 40 vjeçare, e cila ka qenë diherë martume, grua e vet. Kurse ka qenë ai në moshën 25 vjeçare dhe ka gëzu autoritet dhe ka jetu me ta deri në moshën 50 vjet. Pastaj 2 vite pejgamberi Allahut
nuk ka qenë i martuar mas 2 vite, 52, ka martu Saudën Aishën dhe kështu me radhë. Pa bashkë e vërtet se pejgamberi Allahut është martuar në këtë moshë kur ka qenë Aisha radiallahu anha, dhe pse disa historianë tentojnë që të përgënjeshtrojnë, mirë po, këtë transmetim është i vërtet Sahih Buhari dhe Muslim.